Në këtë periudhë të verës, vendi ynë po përballet me një vallë të rrezikshme të nxehtit ekstrem, që po kap shifra shqetësuese dhe të rrezikshme për shëndetin e popullsisë. Ekspertët kanë dhënë alarmin për rritjen e temperaturave, të cilat pritet të shkojnë deri në 40 apo 42 gradë Celsius. Kjo situatë klimaterike po konsiderohet si një nga më të rrezikshmet e viteve të fundit dhe kërkon kujdes të shtuar nga qytetarët në të gjitha moshat. Sipas autoriteteve shëndetësore dhe meteorologëve, temperaturat ekstreme nuk janë thjesht të pakëndshme, por mund të jenë vdekjeprurëse. Më të rrezikuarit janë fëmijët e vegjël, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike, të cilët mund të përballen me pasoja të rënda si goditjet nga dielli, dehidratimi i thellë apo humbja e ndjenjave. Ndaj, apeli përbashkët i mjekëve dhe specialistëve është që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të familjarëve. Një ndër këshillat më të rëndësishme që janë dhënë ka të bëjë me shmangien e daljes në ambientet e hapura gjatë orëve më të nxehta të ditës, konkretisht nga ora 2 deri në orën 4 pasdite. Gjatë këtij harku kohor, ekspozimi ndaj rrezeve të diellit është në nivelin më të lartë dhe ndikon drejt për drejt në përkeqësimin e gjendjes shëndetësore. Rekomandohet që njerëzit të qëndrojnë në ambiente të freskëta, të konsumojnë sa më shumë ujë dhe të shmangin aktivitetet fizike të lodhshme. Po ashtu është theksuar rëndësia e ushqyerjes së shëndetshme dhe e përdorimit të veshjeve të lehta, pa mbuku dhe me ngjyra të qelura që reflektojnë rrezet e diellit. Për personat që kanë nevojë të udhëtojnë ose të qëndrojnë jashtë për shkak të punës, këshillohet përdorimi i kapelave dhe kremrave mbrojtës nga dielli, si dhe ndalesa të shpeshta për hidratim. Në përmbylje, ekspertët paralajmërojnë se këto temperatura nuk janë për t'u marrë lehtë dhe se nxehti ekstrem nuk është thjesht një shqetësim sezonal, por një rrezik real për jetën. Kujdesi, ndëgjësimi dhe zbatimi i udhëzimeve të specialistëve janë mënyrat më të sigurta për të kaluar këtë valë të rrezikshme të nxehtit. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.